Atëherë përshëndetje, sot do ju tregoj si ta kuptojmë kur një koloni do të ndryshojë nëmën mbretëreshën apo do të bëje rojitje. Të kjo këtu unë kam vënë re para pak ditësh, e kam kontrollu para 3-4 ditësh. Kam vënë re që këto duan të ndryshojnë mbretëreshën. Kjo është një koloni goxha e fortë, është me 10 rrugmiz, me si duket. Kam vendosur dhe disa korniza të reja, më duket që kam vendosur të re. Kështu që do e shohim në vazhdim se si duket kur do të ndryshojë mbretëreshën ose kur do të rojisi. Por kjo është rasti që do të ndryshojë mbretëreshën. Si shihet është plot me blet. Kornizën e parë e kam mbushur full. Unë nga kjo kam bërë ndarja se kam pas me 2 kat. Por nga që e pash që mbretëresha nuk po jep të mëritën, me lash me 1 kat, gjysmën tjetër e kam ndarë. Kjo është korniza e dytë. Këtë e kam mbushur me polen. Është komplet polen nga të 2 krahat. Kjo është një nga mbretëreshat më të vjetra të parkut tim, ka 3 vite. 3 vite, pak mos më shumë. Ja tek është dhe mbretëresha, e kapëm një moment si po lëshonte vezë. Atëherë kur ta e kam mbushur me pjellje, por nuk bën shumë pjellje ditore, prandaj po e ndryshojnë. Atëherë nuk e di se sa do duket nga atje. Në moment që e shohim tek një koloni që vazhdon të bëjë çibuk vazhdimisht, ne ja prishim, edhe ajo vazhdon prap. Por për ta kuptuar më saktë, do ta shohësh, po ta shohësh mbretëreshën me vëmendje. Tek mbretëresha kanë vazhduar, i kanë konsumuar krahat. To krahat nuk i konsumojnë mbretëreshës, se disa thonë kur mbretëresha lufton me të tjera për të mbajtur koloninë, ajo coptohen krahat e bëret. Kësaj krahat ja konsumojnë bletët, e nxisin vazhdimisht që ajo të bëjë pjellje, siç shikohet, i shikoni krahat. E nxisin vazhdimisht që ajo të bëjë pjellje. Në moment që kjo nuk bën pjellje sa duhet, to vazhdojnë edhe konsumojnë krahat. Edhe vazhdojnë edhe bëjnë çibuk për ndërrimin e kësaj. Kjo është me ngjyrë ishile, por kjo është 3 vjeçare. Po ta shohësh, shumë është goxha mbretëreshe e madhe e mirë dhe 3 vite kam marrë super prodhim nga kjo dhe kam marrë dhe koloni tjera. Deri atë kjo është mbretëresha, shikojmë me vëmendje se si duken krahat, ja kam coptuar. Këto ja coptojnë bletët punëtore, ja coptojnë e nxisin që të bëjë pjellje sa më shumë. Atëherë kur e shohim se një mbretëreshe është me krah coptuar si kjo, atëherë 100% kur vazhdon të bëjë çibuk do që të ndrojë mbretëreshën. Por në rast se ti i lën shumë çibuk, atëherë ajo ka mundësi edhe të rojisi, nuk është për të habitur se mund të rojisi. Unë përdor këtë mënyrën, me fjalë e le që të bëjë çibuk. Pas 4-5 ditësh i bëj një kontroll. Edhe i shoh sa çibuk ka bër. Ja le 2 çibuk më të mirë. Tjerat ja prish edhe i marr qumshtin. Por 2-3 ditë para se të lindin çibuk, se që nga momenti që hedhet veza dhe deri tek dalja e mbretëreshës së re duhen 16 ditë. Unë tek dita e parafundit, një fjalë 2 ditë para se të lindë mbretëresha e re, unë ja prish i le vetëm 1 çibuk. Sepse nëse i le më shumë se 1 ose 2, më shumë se 2, se 1 duhet ja lesh se s'bën, që ta ndryshoj ose ajo vazhdon bën prapë çibuk, ajo ka mundësi që të rojisi. Se del njëra mbretëresh, këtë e eliminojnë edhe rojit. Nëse i le vetëm 1 çibuk, ajo nuk rojit, do dalë, do frekondohet dhe do kthehet përsëri. Vitet e tjera unë nuk kam qenë marrë shumë me këto rrjetet sociale, por unë kam rastisur që kam parë edhe 2 mbretëresha të reja duke u zënë në një koloni. Kam rastisur e kam gjetë mbretëreshën, njërin mbretëresh që po bënte pjellje, kishte edhe mbretëreshën të re që e kishin mbledhur bletët, ishin bërë top dhe po e mbysnin. Po si kam bërë video se s'kam qenë marrë shumë me këto rrjetet sociale. Edhe më kanë hipur shumë fakte që mund t'i shihni, se si funksionojnë fiks. Ndryshe nga këto se që thonë shumica. Atëherë edhe këtu e kam mbush me pjellje. Këtu nuk shoh çibuk të ketë bërë, se unë ja kam prish çibuk, se çibuk të parë gjithmonë ja prish.
E le që të kryej çibuk herë dytë prap. Edhe I kam vendosur një gjysmë kati me 5 kornize. Se nëse do sjellë për ujë, ti vendosi lart. Kjo është kornizë e re që I kam vendosur, ka bërë me pille, ja si shihet ka vazhduar prap ka vendosur çibuk. Edhe këtu, edhe këtej. Edhe është full me letë. Është goxha e fortë si koloni. Ja, I kam mbush cepat prap me çibuk. Këto me një fjalë janë 2 arsyet, se mos ta zgjas më shumë video. Po ta shikoni, shpesh herë ndodh që mbretëresha është me probleme, me fjalë ose ka krahë të konsumuar, ose I mungon një këmbë, ose nuk bën pjellje të mirë. Kjo pavarësisht se është mbretëreshe e vjetër dhe këto duan ta ndrojnë, nuk është se nuk bën pjellje të mirë. Pjelljen e ka shumë të mirë, por duan ta ndrojnë. Ja, shikoj kornizën si është. Kjo e ka bërë pjellje shumë të mirë. Ktu kanë dalë edhe ka mbush prapë me pjellje ditore, këto nuk ndalojnë. Deri në momentin që del mbretëresha e re, derisa ta eliminojnë, kjo nuk ndalon pjelljen. Dhe shikohet pjelljen e ka shumë të mirë. Shiko, këtu ku ka pjellje të vulosur nuk është se ka vrima bosh. Këto që nuk janë mbretëresha të mira dhe duan ta ndryshojnë mbretëreshën kolonia, shikohet pak pjellje këtu, pak këtu e ka çthurur. Kjo e ka pjellën shumë të mirë. Por këto e kanë marrë vendimin për ta ndryshuar. Ja, shikoj si duket një çibuk këtu, shikoj sa ka ndorë. Ta shohim që se ka pjellë rinte, po ka dhe vezë. Edhe nuk bëjnë shumë çibuk. Në moment që do të ndryshojë mbretëreshën nuk bën shumë, bën 3-4 çibuk, 5. Në fjalë bën një numër të kufizuar. Në moment që do të rojisi ti do gjesh nëpër çdo kornizë do gjesh çibuk. Ndërsa kjo si që shef ka bërë te kjo, ka bërë edhe te kjo tjetra. Nuk bëjnë shumë çibuk. Pavarësisht se mund të ketë kupa, por nuk bëjnë pjellje tek shumë. Ja, te kjo nuk ka fare pjellje. Kështu që kjo e ka ullë shumë ritmin e pjelljes, prandaj do bëhet zvendësim I saj. Ndërsa kur të kem një rast tjetër që do të rojisi, do I bëj prap video si duket tek një koloni që do të rojisi. Që mos ta zgjasim më shumë video, po e mbyll. Edhe këto janë 2 detajet që unë I vëre kur duhet të ndryshohet, kur duhen të ndryshojnë mëmën, kur duhen të ndryshojnë mbretëreshën. Po ta shohësh me vëmendje, mbretëresha është me probleme, ose ka krahat të coptuar, që ja coptojnë bletët, se e nxizin për pjellje, ajo nuk jep më shumë, s'jep dot më shumë, sa që ka mundësi, edhe bëjnë zvendësim, po bëjnë pak çibuk, nuk bëjnë më shumë se 5-6 çibuk. Kurse kur bën për rojitje, mbretëresha është shumë e mirë, duket ka një trup perfekt, edhe bën shumë me për shumë korniza bën çibuk. Por ndodh që edhe mbretëresha të jetë e mirë, ka edhe kështu raste që mund duket e mirë në pamje, por prapë bëjnë zvendësim sepse nuk bën pjelljen e mirë. Fjalë bën pjelljen e shturur. Kështu që po e mbyll se mos zgjatet më shumë video, kur të kem një rast tjetër që do të rojisi, do I bëj video që ta shohim përsëri. Kalofshi mirë. Nëse keni ndonjë pyetje që jam I paqartë, mund të kontaktoni, shkruani në koment ose në Instagram që mund t'ua dërgoj me foto ose me video. Kalofshi mirë.